Agjencia e mbikëqyrjes policore ka ekzekutuar masat e sigurisë për 6 punonjës të policisë së shtetit, të cilët janë të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm të organizimit të lojrave të fatit. Ata akuzohen për organizim të lojrave të fatit si dhe për shpërdorim detyre. Masat janë marrë pas hetimeve të një procedimi penal të nisur në vitin 2025, nga ku ka rezultuar se punojësit e policisë, duke shfrytzuar atributet e funksionit dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë organizuar dhe favorizuar ushtrimin e paligjshëm të lojrave të fatit dhe basteve sportive. Bitarët ndojnë akuzat penale organizimi ose ushtrimi veprimtarisë së lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe shpërdorim detyre. Me mas siguria arrest në shtëpi, janë vendosur nën komisari Redon Tafilaku, specialist për krimet, pranë stacionit të policisë Manës, inspektori Enea Kaplani, ndihmë specialist dhe kontrollor pranë stacionit të policisë kufitare Morin, si dhe qytetari Ilir Tafa, banues në Tiranë. Ndërkohë masa sigurie, ndalimi daljes së shtetit dhe detyrim paraqitje janë vendosur për komisar Denis Sinanin, shefi seksionit për hetimin e krimeve në volum në komisariatin e policisë Devol, nën komisar Aldi Mollën, përgjegjës turni, pranë stacionit të policisë kufitare Morin, inspektor Gëzim Beqirajn, ndihmë specialist dhe kontrollor pranë të njëjtit stacion policor, si dhe për inspektorin me iniciatë D, trup shërbimi operacionale pranë seksionit special të ndërhyrjes taktike në njësinë speciale Renea. Gjatë kontrollit, autoritetet kanë sekuestruar edhe 7 telefona celular, të cilët dyshohet se janë përdorur për ushtrimin e aktivitetit të basteve sportive. Burime nga MP thanë për MCN se hetimet për këtë operacion vijojnë sërish, duke mos përjashtuar as mundësinë e personave të tjerë të përfshirë. Sjellim në vëmendje se 58 websajte të palicencuara që operojnë në Shqipëri në fushën e basteve sportive dhe lojrave të fatit janë duke u hetuar nga SPAK në një tjetër dosje ku implikohen personazhe të përfshirë në skandalet e ditëve të fundit, me mbikëqyrjen e ish-kreut të SPAK Altin Dumanit, që prej shkurtit të vitit 2025 është regjistruar procedim penal numër 12, hetimet po bëhen nga prokurori Enejt Nakuçi. Dyshimet janë se bastet dhe lojrat e paligjshme të fatit janë nxitur edhe nga mosveprimi i komisionit të licencimit në autoritetin e mbikëqyrjes së lojrave të fatit. Kjo pasi ky komision me kryetar Gjegji Tahon nuk ka dhënë asnjë licencë, ndonse prej 2 vitesh Parlamenti i Shqipërisë miratoi ligjin për legalizimin e lojrave të fatit.